Policia italiane ka ndaluar në orët e para të mëngjesit të sotëm në brigjet e qytetit së Marina Sera në provincën e Lecces, një shtetas shqiptar e një shtetas grek, në bordin e një skafi që po lundronte në brigjet italiane. Është ky episodi i parë i zbarkimit të emigrantëve përmes rrugës detare të Adriatikut. Arrestimi i tyre u bën në akuzën e dyshimit se 2 skafistët të cilët kanë zbarkuar këtë mëngjes po trafikonin 21 emigrant me kombësi somaleze, iraniane e siriane. Ka qenë një banor i Kastros i cili ka lajmëruar policinë italiane, menjëherë pasi ka parë mbërritjen e 21 emigrantëve klandestin nga deti. Sipas dëshmisë së tij, skafi me në bord 2 persona sapo ka zbarkuar emigrantët somalez është larguar në thellësi të detit. Roja bregdetare italiane në bashkëpunim me policinë financiare e me forcat e rendit janë vënë në ndjekje të skafit brenda një kohe të shkurtër, teksa bëhet me dije se mjeti lundrues i gjatë 7 metra është bllokuar më në jug të brigjeve të Lecces, pikërisht në komunën Marina Sera. Në bordin e tij ndodheshin shtetasi shqiptar dhe ai grek. Policia italiane ka deklaruar se po ekzaminon mjetin lundrues për të përcaktuar rrugën e udhëtimit të kryer, si dhe po heton mbi 2 personat e arrestuar, emigrantët klandestin të mbërritur në brigjet italiane. Me anë të këtij skafi janë 16 meshkuj e 5 gram me kombësi somaleze, siriane e iraniane. Ky është episodi i parë i zbarkimit të emigrantëve përmes Adriatikut pas mbylljes së rrugës toksore ballkanike.